Dëgjoj këtë video deri në fund sepse është shumë interesante dhe të përket ty grua, po të flas nga zemra dhe nga shpirti. Për çdo moshe që ke, kudo që jeton në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo në botë, erdhi dita jote. Nuk është më nevoja të qëndrosh në mjerim, nuk është më nevoja të vuash për të marrë pak dashuri, nuk është më nevoja të presish thërrime, lëmoshe atje jashtë që ti të shikohesh, por të marrësh qeverinë në dorën tënde dhe të lesh feminitetin tënd, gjinin femrore që e ka sjell Zoti për të marrë, për të shijuar, për të hapur zemrën, por jo për të qëndruar në mjerim. Është për ty grua, ky grup i ri që kam krijuar, grupi Gruaja në Armoni dhe në Dritë, që ndërmjet terapive të ndryshme do hapim zemrën me njëra tjetrën, do ndihmojmë njëra tjetrën. Gjithashtu do jemi në çdo gjë që bëjmë të lejojmë veten të jemi në feminitet, të shijojmë, të pranojmë famën, të pranojmë paratë, të pranojmë çlodhjen, të pranojmë ndihmën, të lejojmë veten të themi që u lodhëm, të kërkojmë ndihmë, le të lirojmë dhe krenarinë e tepër që ka patur gruaja shqiptare. Të gjitha këto i kam parë ndërmjet terapive të ndryshme në grupe dhe në individ, por në radhë të parë dhe tek vetja ime, sepse sa herë që shijonja diçka, bëhesh diçka tjetër që unë bënja sabotazh tek vetja ime që të mos e lejonja veten të shijonja. Akoma dhe në anën e parave. Do thuash si ka mundësi, nuk e pranoj paran, i pranoj parat. Ndryshe karakteri dhe ndryshe në ndërgjegja jote. Shpeshherë ne kemi mundësi dhe kemi ardhur nga Zoti dhe këtë mund ta mësosh që çfarë mund të sjellish në jetën tënde në kanalin e parave, por ne shkojmë në minus vetëm të bëjmë sabotazh sepse nëna jon, gjyshja jon, stërgjyshja jon nuk ka patur mundësi të dilte dhe të nxirrte paratë e saj, të kishte famë, të ishte dikushi. Dhe ti, duke i qëndruar besnike dhe unë në radhë të parë, çfarë bëjmë? Bëjmë sabotazhin e vetes tonë që mos ja u kalojmë atyre. Jemi besnike ndaj paraardhësve tanë, para prindërve tanë, vetëm e vetëm që mos t'i tradhtojmë. Dhe kjo, njerëz të mi të dashur, nuk bëhet me ndërgjegje, është e fshehur në ndërgjegje. Dhe siç thoshte Carl Jung, çdo gjë që është e fshehur në ndërgjegje deri të dalë në dritë të bëhet e ndërgjegjshme, ne do ta kujtojmë sikur ajo është fati jon. Dhe unë jam këtu të kujtoj, sepse fati jon është diçka tjetër dhe mund ta mësosh vërtet me analizën e artës të shpirtit me ditën e ditëlindjes. Pse ke erdhur pikërisht? Çfarë erdhe të bësh? Dhe pse nuk e lejon parat? Pse i bllokon dhe parat? Shijimin, gëzimin, lumturinë. Dhe të punojmë me të gjitha këto pika kryesore në jetën tonë. Këtë do ta realizojmë ndërmjet komunitetit të grave që fillojmë në datën 1 qershor 2026 në orën 8 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom, mund të bëhesh pjesë e këtij komuniteti, më shkruaj në Viber, Telegram dhe WhatsApp në çfarë mënyre mund të bëhesh pjesë e këtij grupit dhe bëhu pjesëtare të bësh ndryshimin tim. Jam Erita Cake, mentore, shkrimtare, terapiste energjetike dhe jo vetëm, dhe jam këtu me përvojën time, me metodat e ndryshme, sidomos me sistemin përfaqësik transformues 333, të bëjmë lirimin nga programet e vjetra, të lirojmë zinxhirët nga paraardhësit dhe të jetojmë jetën tonë. Sepse ne, kur jetojmë jetën tonë dhe të jemi në lumturi, në gëzim, atëhere dhe ata do jetojnë ndërmjet nesh, sepse i kemi në ADN-n tonë. Pse duhet të jesh pjesëtare e këtij grupit, e këtij komuniteti? Çfarë do bëjmë? Ky grup është një hapësirë për gra që duan të krijojnë harmoni brenda vetes dhe dritë, për familjen e tyre, për jetën e tyre dhe në kolektiv. Në këtë grup do të bëjmë
takime live në Zoom, punë me emocionet dhe çlirim, meditime dhe rituale për dëshirat tona, mbështetje dhe frymëzim në grup me njëra tjetrën, energjia e ditës dhe udhëzime praktike, hapësirë për ndarjen, dëgjimin dhe rritjen së bashku. Të gjitha gratë që e dëgjojnë këtë thirrje mund të jenë pjesë e këtij komuniteti dhe të sjellni dhe gratë të tjera. Ndaj shpërndajni këtë video dhe në rrjetet tuaja sociale. Sa më shumë të jetë grupi më i madh, aq më shumë fuqia jonë e femrës. Të jemi të gjitha së bashku për ndryshim, për shërim, për harmoni dhe për dritë dhe për të krijuar një jetë të plot, ashtu si na i ka dhënë Zoti si femra dhe të aktivizojmë feminitetin ton, por jo vetëm kur vishemi bukur dhe kur luajmë buzët me të kuq, por vlerat tona janë atje brenda dhe nuk i ke parë akoma, sepse programet që ke në brendësi është që nuk e lejon veten të shijosh, të kesh para dhe të shkosh për para, sepse je në programet që nuk meritoj dashuri, nuk meritoj pasuri dhe nuk e lejoj veten të shijoj kur nëna ime, gjyshja ime, stërgjyshja ime dhe gratë e fisit tim nuk kanë kaluar mirë. Dhe kjo, zemrat e mia të dashura, nuk bëhet me ndërgjegje, është diçka e fshehur, është errësira jonë që na pret të vejmë ta shikojmë. Dhe çlirimi më i madh është kur ne e pranojmë që nuk kemi vetëm dritë, por kemi dhe errësirë. Dhe errësira është atje ta pranojmë, ashtu si dhe emocionet negative, e zilis, të urrejtjes, të inatit, që i mbanim shpesh dhe ne dhe nënat tona, dhe nga lodhja duke mos kërkuar ndihmë, ato mbusheshin me urrejtje dhe me inat dhe duhet të tregoni një fytyrë tjetër. Erdhi ora të heqim maskat, të largojmë sabotazhin dhe të lidhemi me energjinë e vërtetë të femrës dhe ta lejojmë të rrjedhë kjo energji dhe kjo rrjedhë, kjo dritë të ndihmoj familjen tonë, burrat, fëmijët dhe gjithë kolektivin. Të gjitha së bashku mundemi të bëjmë shumë gjëra të bukura. Gjithashtu do kemi dhe takimet të shpejta në Kosovë, në Tiranë dhe kudo që jeni ju shqiptar. Ndaj kërkoj bashkëpunëtor që këtu e tutje, sepse me një lule nuk mund të vi behari. Unë di shumë mirë të tregoj jetën time dhe ndryshimin tim dhe metodat që kam përdorur dhe ndryshimin e jetën time. Por ti duhet të marrësh vendimin në qoftë se je gati të hysh në këtë grup. Më shkruaj shpejt që të jesh pjesëtare e këtij grupi dhe për më tepër informacione. Numri i telefonit është 0030 699 321 46 37. Shpërndaj këtë video dhe bëu pjesë në TikTok dhe në rrjetet sociale time dhe te kanali i YouTube-it Flutra me Fat 333 dhe jo thjesht është kjo 333. Mund ta ndajmë së bashku kur të mblidhemi në datën 1. Dhe për sistemin transformik 333 që merret me sistemin ton familjar, me sistemin ton qeveritar, me të gjitha sistemet e trupit, të mendjes, që sepse kur mendja, trupi dhe zemra bashkohen në një vit të drejtë, vetëm kështu mund të hapim zemrën. Prandaj ky do jetë një transformim, një shndërrim në të gjitha fushat. Ju mirëpres me dashuri, më shkruani në Telegram, WhatsApp dhe në Viber, regjistroni YouTube, shpërndajni videon dhe komentoni njerëz sepse kur ndërrojmë energjinë, çdo gjë shkon dhe është në balancë. Ju dua shumë.